Përshëndetje njerëz të mirë, përshëndetje, kjo është darka jonë për sot që bëra kotoleta, për pule, përdor avezë, bukë të grirë, thym 3 kokra avezë, e dyta, edhe një tjetër. Kjo ishte e fort me si po hapesh. Okej, ja dolë më në fund. Jedhim kripën. Trazojmë vezët. Tani të hedhim bukën e ngrirë në një tepsi të vogël, se vinë mirë për të bërë impanata ato kotoletat. Edhim pak djathë të grirë, kujtoj se kisha tjetër, po ky ishte i fundi, zakonisht eth më tepër. Okej, kaq kisha, kaq berë. Këtu ja po bëjmë ato kotoletat me vezë. Unë i bëra kështu me dorë, nuk kisham nerva të merjam pirua e gjera. Jam më ratë kështu. Vazhdojmë procedurën. Dhe ja kotoletat tona të famshme. Sot isham në shtëpi vetëm unë, burri dhe Eliana. Se 2 fëmijët e mëdhenj ikën te kushurinë në Cremona, edhe kthehen nesër. Ata janë të rinj me xhana e bredhin, dalin. Ne jemi të lodhur, ja dhe kotoletat i përfunduam. Si përfundim. O, gra, shiko se mu rrit floku prap. Do vete do ta pres prap dhe një qip. Nuk e dija me 2 mendje ta pres apo ta rris. O, dhe mbaj në ullirit. Dhe këtu vazhdojmë procedurën për t'i skuqur. Kur i preva nuk më mblidheshin kështu. Edhe tani skuqim kotoletat. Tu do vë një farcolet. Për të vënë kotoletat e skuqura se i thitha të vajnë. Eliana po kërkon që të shtrihet për në gjumë, ndihen hapat e Eliana. Ja, shiko si dalën super fare. Eliana kënaqet kur unë i bëj kotoleta. Ja dhuron. Ja dhe kotoletat i kemi gati. Na kanë mbetur dhe 2 të tjera. Edhe përfunduam darkën tonë. Ju uroj natën e mirë, gjumë të emër dhe u gdhifshi mirë, qofshi mirë me shëndet. Ju uroj gjithë të mirët, Zoti ju bekoft. Ciao.